106 vjeçar në Britaninë e Madhe që ka lënë shtatzën edhe të dashurën dhe vjerrën. Dhe kam bërë baby shower, njëkohësisht është postuar në rrjetet sociale, është bërë viral, është postuar gjithandej. Pra ky 26 vjeçar. Çka ka bërë më? Edhe mami dhe gocën, pra, ha? Ka lënë. Po ky s'ka qenë i pirë, si ka qenë puna? Jo. Ata gëzojnë një marrëdhënie, kanë shitur në rrjetet sociale si një marrëdhënie të shëndetshme. Kanë bërë baby shower të përbashkët, shife si puthen. Pra, po presin. Po goca e kësaj, çfarë do të ketë gocën e asaj? Për këtë pyet edhe unë. E shef, edhe unë këtë po mendoja kur pash lajmin. Po të që ajo foto që nga vërtet, që nga lajmë vërtet. Po. Po motër nga mami. Qa motër nga mami? Motër nga mami do ta ketë. Tezja e Xhaxhait, gjyshja e Paulës? Jeton para se Kjo son rregull, kur gjohin son rregull. Jo, çfarë rregull kjo, po jetonin, po du pak me shtime me no. Jeton. Domthonë shkjo e ka aja beba që lindë e asaj qikës, atë beben që lindë të asaj nanës, të asaj qikës. A do në njerë me të kalëzo. Derim shëllë njerë, se ka marrë me që kërësho. Shëllë njerë, ngu, me ngu. Në Britaninë e Madhe që ka lënë shtatzën edhe të dashurën dhe vjerrën. Dhe kam bërë baby shower, njëkohësisht është postuar në rrjetet sociale, është bërë viral, është postuar gjithandej. Pra ky 26 vjeçar. Çka ka bërë më? Edhe mami dhe gocën, pra, ha? Ka lënë. Le. Po ky s'ka qenë i pirë, si ka qenë puna? A e more vesh tash. Do me thonë... Këto jenë edhe motra pej nanës, po kjo tash... Qka e ka? Tash, kjo qika kësoj qikës, këto e ka motër pej babes, po njëkohësisht e ka dhe teze. Edhe... Qish për teze? Teze... Qik teze, ja. Je teze, vëllaj. Se përni me të ka. Ledhe më bënë më lumë. Po ta ketë, aj... A ti jalolja më zoti. Dyja të kishë. Ja të në Celina, këna arru krejt. Mirë më popullini me emision. Gjerim. A e petë më thonë, aj i dyjat. Po. Ja, dyjat. Po. Okej, ka marrë tuka të poshtë, ma e me mblerim naj ditë vishë kur të vjenë naj raketë dhe të naj Iranit. Hajtë. Blerimi për është emisioni ma i shikuar në vend. Po, e di. Po ke harru me thonë, që thanë. Përshëndetje popull, i ngullë në politikë, i ngullë në kredit, qëtu që mu ka bërë një diqka si kur Supermanit, është shumë hit, një serial me Supermanin për këqyrin rinia dhe une me qëlloj me kom drejlë këtë pak. Ka shti në lëgme. Në lëgme kom shti. E ka lëgmi zë. Emisioni 107, 101 javë, se kem edhe na kem të 100 tu që 107 javë me juve. Qështë dhe gaj që kesh të thonë? Po, edhe te kja t'jallën që bije fjalla. Që bije fjalla. Publik i dashur, mos ndroni kanalin, merrni kikirikat, merrni ato fëstëkat, është koha e emisionit juve dhe tonin Breaking News me këtë ekip të mrekullueshëm që e bajnë të mundër. Faleminderit juve që na shifni, faleminderit komplet ekipit edhe televizionit Alsat për mundësinë dhe ne vazhdojmë sonte se kjo nuk lën rën e kena edhe një mysafir, e kemi flamurin e Bashkimit Evropian që na i ka sjellë një kolegi joni që ne e falenderojmë shumë. Kameramanin tonë që është kujdes. Shka për do me thonë ti me këto që tash në Bashkimin Evropian, dishko se Anita e dironën të thonë? Tani jemi në rrugë të mirët e marë për të shkuar drejt Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian atë të shku drejt... Në lesh. Drejt shkatrimit. Unë mendoj që deri sa të bëhemi na pjesë e Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian ka me pas emrin ndryshe, ka me thonë, përshad Bashkimi Severo-Zapadin Atlantitski. Jo, s'ku me pas emrin Bashkim, po ku me pas emrin Bekim. Bekimi Evropian. S'ka Bashkim. Nuk ka Bashkim, s'ka Bashkim. Kësë diçka të thonë shumë interesant, po... Ta haupa. Që bje fjalla që kesh të thonë diçka interesant. Na jetën sot e kena njësë emisionin me pytje. A të kujtuan? Po, ma së lejoj,
Me që jeni duke shikuar emisionin në Breaking News, në qoftë se jirë të e pa në telefon, në YouTube, bënë subscribe. Edhe në Facebook. Lojës të kam bënë. Qepe për të presë, nëjës po vole për të presë. A e preke? Facebook, a jetë e bëna i shirë. Mos e rënata, njerë bëjtë subscribe në YouTube, ka dal, kur dalin ato shorts, reels, ato të shkurtat, anë e bëna dhe follow në Facebook, TikTok, e kështu me radhë. A po puthë, Jo, si në qatë fazë në më po. Na po shkojnë ato. Mos e po të lingji. Na shkojmë njerë me 7 zanit të komplikuara, tash po shkojmë po puthemi. Ja për një mesë një rarë bashkë në vija. Me në deri në shifet, drejtë që do të... Ja se u tërtoru puna, nga. Do me thonë, nona... Po, fillimisht jeni hiqe burin. Ishtë kalin e me burin. A e burin që ka kri punën. A i burin mi që... Shtima ma qanej e të bilin. Nona edhe qika. Po, tash... Nona që ta e ka mes. Ja, nga. Nona, mas pare që të qiken... E ka qik. Fa. E ka qik. Mos e Ramazana. Tash, e ka edhe mes këtë qiken e qikës. Po. Mes pi burit vetë. Deri që të mirë jemi. Tani që kja qika Po qysh mes? Haftin se kja e ka babë këto. Po, ngom, kjo e ka qik, kjo qika e qikës ashtë mes, a deri që të jena mirë. Po qysh më në me pas mes? Një babë e ka në mes. Ku e di e lash, ka e kanë mene Ja me kja për student. Rëkuvot, S'ka pas rëkovot së atë. Me që në Akademi të Shkenca, në Mazdënit, periud. Me thonë kush kujna. Qëre, për që po vishë të dina kush qka është që tash. Në një veti. Në zete. Okej, hajde po shkojna mu pus, blerim, hajde shkojna pus. Hajde shkojna haam ka goja që dhe në të zonë. Që të usojnë, hajde haemi pak. Po edhe kjo punë e dreqit, se po thëtë Murgesha interpret ato qikat të upusës dhe tash punë e dreqit, po edhe kjo edhe ajo ma herët ke punë e dreqit, do në ka njësë, o vlerima, thojnë që në Ramazan dreqja është, aja thejna e lidhin, a dishke i bojnë, a më shka ove bëlla gjithë të lufta gjithë, vëdin të puth, a i banë, ku ka zgjil, a i banë ka 2 herë nonën, herë vjerën, herë që s'di shka këtu. Se sens jam të marrë vesh. Luk, babo, është luk. Jo luk edhe ngam, të kalëzaj. Luk është dhe zave. Edhe hoqen, i kishtë do qumi. Po ty i po Ki që se bashkimi evropian ra. Kuku. Bashkimi evropian. Jo, po më da i flamuri se... Vish po shkën të ra. Ja, nuk bjen bashkimi. Ne, Igor. Ova treba, da bide lepena, ne treba Stash në Reza, ma mirë. Ma mirë në Reza. Okej, po të halos këna hinta në lepito. A kive një duat rëkit, jemi a bërë. Po, e ka meritu, po. Si të hina dha në gjezën. Në gjezën me lepito. Edhe më kush që je s'ka. Fantastike. Tash në këto ditë e Ramazanit për shembull, jo me shku me u falë në gjamije, taravija, ja kjo, dhe prime e kam edhe hoxalarët pak kanë punën, njën në kishë zonë gjumi, po... Hajde ngojna. Ani dhe të me se band madhe, se ti në ashta kërhat. U lodh. U lodh se ka një në gjithë ditë. Edhe o vlerim se ka pas qazën dhe të mja bo. Të nisti ka flejt. Valla, po kërhat ka u gjë për të kalëzeja. Ngëm se haqëllarët edhe ka në zonën të mirë, adhe se këndojnë Kurane, seneve në thirin e zonën. Respekt për hoqën, për me kam a ka flejt dhe vje vokti për me uqu me thirë e zonën, të një me falë sa pojnë, po fatkesisht të nistin e ka zonë gjume. Hoxha kërhat ke po të kalëzej. Fart.
Pa, ma mërmenja, mas iftarit, Fadil, ka një edhe adin që është të mshelën syt, mas i Që është bjenë me sheqere, me këtë dinë shikus tonë, mas i tash bo... Me gjithatë, Respekt për Hoxha Lord. Baba Hoxhi ndërru, i lejohet me vlajet kapak, po mirë është... Mikrofonin. Me nalë mikrofonin, se qysh po kërhat ka Hoxha dhe pa mikrofon, bëllë për dilka. E lemo me mikrofon. Baba Hoxhi dale mikrofonin. Kur bojnë sënet, për shembull, fëmija, kemi një fara hengin, a e bojmë? Qore, ta është mirë me analizu pak qitë punën e synetis. E kanë analizu njerëz do në ti të bugër. Jo, me bo analizë punën e synetis si fenomen. Atë synediginin për dhëtë. Se këto i thëjnë synedigin asajna a hengut për syneti. Qore, ti për shembull ai thirr me familje, edhe dalën aty terenit, presin e qesin i varë boshës që aty milionforet, edhe ti trakesh të ndoren që të të gjini, enzir, zarfin, ilshan atë, fap zakonisht del burri i pare atë, edhe ti azga doren fap, kur nuk din qka i thët njeri. Për hajt për synetive, Për hajt që ja prejt, me shnet qethme të dhëtë. me shnet qedhmen. Nuk ka probleme atë se synetia nuk ka të bëjnë vetëm me ata. Synet është punë e pëlqyrë për gamerë, që mësë janë ishtë tashon dhe se janë si a i Hoxha. Unë nuk jam të kontestu këtë pjesë. Je tash atë nisjo në synet. Unë kesh të diskutu një fenomen. Atë prerjen. Qka i thët njeri kur të shkën me festu për hajrë që ja keni prej kokën? Jo, e keni prej lekur. Publik njoni dashur, e kanë thirë Zenin. Zenin e kanë thirë, a? Zenin. E kanë thirë Zenin një qikë dhe i ka thonë, a vjen me knun sëneti. Mase Veç i ka thonë, a vjen me knun sëneti. Këshyre qysha përgjigjë Zeni. Cili Zen qajtë blerim që na... Në vjen darësën të nënë. Që na i valës darësën. Lishohe. Me bu një syneti, hajde me hajrë të koft, kush ka mu më asit, thash djali, tha super, tha prej cilit vend, thash valla e pejes, tha mirë shumë, tha shamuj me ditë për qmem se që shkon e kështu, tha veç e kom edhe një veçanti, tha shka ashtu, tha shko me bu edhe burrin. Synet. Edhe ndej, ka ndejt Zeni, s'ka full heqe, ishta na tha qëre që i ka mirë, tha ti mundesh me bo synet edhe nunin, edhe babin edhe këndusha, ma unë e veç ndas ma kënoj. Qype, ka mundësi publikion i dashur, sepse nuk e dim, nuk e, mësëm pengo për ngroplan, kur t'jam në ngroplan, një mjerë të më lem, kur t'jam ngroplan, mësëm pengo, dhe ma t'i për cjellë e pak. Janë falë që për të pengoj. Ka mundësi publik i dashur që kjo bajza e ka pas burin të babër synet, ose e ka pas të ndonjë përkatësie fetare të tjetër, edhe ndërkohë ka pranuaj mu ba për shamë. E ka bind burin me kitë. Po, edhe është kërë i ka thotë Zeni, du me ba synet të burin e i ka menu që po se e bat. I ka thotë i ndash banë edhe nëllë. Po, bënd që ka dush. Ama unë e zvi, e veç dorë, so. Veç para me në situatë, Tash, kjo është rast, hala më eronë. Se i pare, publik, ju që kini orë që tash, këthene në fillim emisionin edhe mu ishi me zgjedh, shka janë ato nërme vjetë, i shkru ndonë e konë Facebook, tani të... Se është një farë fjallë kryqit që e kanë bo live. Për nuk lidhën të shkrunja. E tash për shumë, kjo zonja që ka thonë... Me bo burin që edhe burin edhe djallin, tash kur të shkajsh për shumë në hengë. Dhe blerimi, ka pas vendos krejt familjen e burit me posënet. Me kitë këtë. Me kitë se me vakta, për dhe blerim. Para më në është shkën në hengun e tyne, për hajë që e këni bo djallin sënet. Nonën. Për hajë që e këni bo burin sënet. Tez. Aj burri me një kombilizan gjallë. Edhe burra. I treti aty edhe me atë kapelin këtë. Mashallah. Po, më kujtohet se blerim zakonisht kër i bajshin pak me vodnes synet në kohën tonë, për shembull i bajnë ke gjarrohi, asë që shithën një berberi, edhe kër i kesh 2-13 vjetë atina ma gati, shka i ke shërimi. Shërimi. Me gjitha të, neve i kemë surat e gata, minutat për në hesin, e kemi shumë materiale,
Kështu që pa humbur kohë me kemi kesha, A, po shkojmë pak arsimi, po shkojmë pak ka edukata, ka mësus. Një plak, se për shembull këtu në Maqoni Jo plak. Pret bre, një moshuar. më fal. Një e moshuar, 81 vjet, punon ende. Mos e lësha materialin se po du me dhënë një përësi. Ne, kur dëgjojmë që një 81 vjeqare e krynë një punë, e marrë me qesim në emision. Sepse është, e diskutojmë. Në Gjermani, 81 vjeqarja vjen dënon në parking. Halo është në orë të punës, jetonin për merë gjumi diçka, për apet goja, menoj që sa në kodra, ma blerim, janë ngule shumë mirë, bravo blerim. Për që ta e kini kafe, ma ziptarit e kini kafe, për që të ngulje. Më shef, kështë kështë pakët, se për para asë diti qëka që shtë i bëj shumë durë dhe fishlejshëm. A grën, kafe ki për që ta më njerë ma të emisionit, do anë, deshti me bëkështë si kukovaj, ke ama. Se e vajra, po për qëllër se ka njerë ma merë gjumi që ma qëllë kështë në mesit, dilingji. Edhe kem të full, për shembull, vjen ajo flaka me bicikl, ta let ta ras dënimin atë. A ta lena dhe ras? Ta ras o ta let dënimin. Shkojmë materialin ditë nguë se është e rëndësishme. Se pa ankohemi për punë, pa ankohemi. Çfarë thonë fëmijët e tu për këtë zgjedhje tënde që të punosh 81 vjeç? Vazhdimisht thonë mami mjaft se u lodhe. Mirë po mami nuk është lodh. Mami nuk lodhet. Mami lodhet pa punë. Me punë mami nuk lodhet. Me punë mami nuk lodhet asnjëherë. Jo, jam shumë mirë me punë. Ndjehem shumë mirë. Ke energji, ke dëshirë. Kam dëshirë. Domethënë, unë jam krenare që jam mësuese dhe nuk kam tentuar kur, as më ka shkuar në përmend, kur plot njerëz e ndryshun profesionin e tyre për arsye se diku mund të fitonin më shumë lekë tjera, këto që i dim të gjithë. Unë nuk e kam që kur në përmend që mund të ndryshoj profesionin tim. Unë kam punu dhe jam vetëm mësuese. Sa e bukur, edhe Dhe kjo sa për gëzim mua, ka në sy. dhe këtë e them me krenari. Me krenari. Respekt, jeton, ne ju kemi dhënë hapësirë mësuesve dhe ne dim që krejt njerëzit e mençëm tonë ka thënë pa liri, pa arsim nuk ka liri, liria ndërtohet, rindërtohet, domon. A përfshin materialet që kanë shku? Respekt për krejt mësuesit tona, respekt edhe për krejt nanat tona, të cilat jo vetëm që punojnë për si me thanë në shkollë, në për kompani, në për ashtu, po që punojnë edhe në shtëpi, një punë të jashtëzakonshme. Respekt, ka kalu 8 marsin neve nuk në ka ra, si me thonë, emisioni që tjetë në 8 mars, për na shfrytëzojmë rasin mas disa marë datës, mi avuru 8 marsin. E mësusës, por në jetën? Jo të gjithë nxënësit janë dashamir me mësusërit e tyre. Në këtë rast, një femi ka dërgu një mesazh për 7 mars mësusës edhe për ma shumë të shohim materialin edhe mas ne e diskutojmë. Urime 7 marsi kujdestare, faleminderit shumë, ama ke ek nishin jo, kuft kë 7 marsi funit për ty. Nashta i funit jo viti dilingji e qebeza dhe faqezi edhe kur piken e hajrit më se pafsh. Edhe shki me panë, qofë se ngënë mësusën, kanë në tra fjallët kanë në tra fjallët e mësusës, në menë mu më binë fjallët e mësusit. Po, mësusë Ahmet, kanë në tra fjallët e minja në menë. E tash, në vishë për paramendaj, a ke pas që shko mendje dhe që shjeton me qëto mend të isha konë klas 7. I ma poshtë jo, se ti që isha din maltretim atë. Qa kështë e vomi pas qëto mende me konë klas 7? Në më dhënë e kësha zbulu, qësh po zbulu e ndash Gjermant me maru shpi me Lego. Edhe me drumë, do manë për 4 sahat, Po, për një dit
Ta ndrejq. Për një ditë do të mi qonë thmi në pazar, mi blenë e 2-3 këmisha mi avqit, ustoha me e kulmi. Që që ke shumë për shumë përime e këmaruat zënatin. Edhe ustojt kryesur mi ashtinja 20 euro në gjep të mishës. Ama para se mi janis me maru, duke më pak atë zhëp mi a qitë pak një kurbana. Po, në temel, këta heq pa prej kurban, pa këmisha. pa kur gjë shpim për ta marrejshën. Gjermon që është, po... Jo, aja diktë shikus të krejtë di në Gjermanishtën, se tash krejtë në të bogati me shkotje. Ein Jahr ein Haus zu bauen. Diese Männer haben es in 5 Tagen geschafft. Kein Beton, kein Kran, keine wochenlangen Fundamentarbeiten. Kajne ato po thot, kajne këto s'ka beton, kajne heker, kajne... Do më në të drosat janë të mushta me diçka, naj stiropora, naj sena, truk. Der genug hatte von langsamen, teuren Langsam, hiski nevoj më gutas, më zhyt, që. Dieses System heißt Garblock und es ist dabei, alles zu verändern. Jeder Block wiegt etwa 9 Kilogramm. Leicht 9 kila i pas ka një genug, um qësi zu tulle. tragen, aber stabil genug, um 2 Ver. komplette Stockwerke. Du stapelst sie einfach und wenn du dich vertan hast, baust du es wieder Blerim vët me aufeinander. atë topin e bëllingit mi më shuar zë. Und nichts wird verschwendet. Jo dhe blerim qëre pja ngullshin të farsene për i me e kam. Eine integrierte Qëre, shipe, a përse tulla është mrena, s'më di që me ta spjegu, ka diçka mrena atë. Edhe izolime, sene, vene, a përdi krejt. von Anfang an durchdacht und Nuk është me inteligencë artificiale, se i dim. Du kannst das Haus komplett auseinanderbauen und einfach mitnehmen. Ein nomadisches, Styropor, modulares dros. Haus. Die Zukunft des Bauens ist bereits da. Deutschland wird sich daran gewöhnen müssen. S'ki faj me po për pas taj kabel. E falni që ben rejt temen, po kështë të menu. A ke nisë me menu? Qa kena zbulu në shqiptarët përveç Viagrën? Viagrën? Pa. A e kena zbulu në shqiptarët Viagrën? Para mëna ka zbulu Viagrën për me qu diçka. A neve më na qu për gjumit kurshysh. Ferit Mërati. Pa. Luq kem... Jo, sështë më, si e thanë më. Ka dalve? Si e thanë më. Prejtve? A Meraklije, bona. Jo dishtë më në luq kem dikush që e din që Ferit Mërati e ka maruat Viagrën dhe të këshyrëve të maran në jam me na qu kështu si popull që tha jetuni me na bon pak më të menq. A ka në hap prej me për me të bon të menq më në i qysh? Ka, po neve s'na bën hajrë. Neve në kop kontra. Në si të pita hapin e vjellë. S'naj përpunën Po e lukëtë. dita vlerim që jena të shku të 23-shi. A ka mundësi malla që vetëm pak sepse ti po shkon me korona dentin kësmet, vesh Po, që të... vlerim, hajtë shkojnë atë në Prishtinë pak, të korona denti, hajde me mu vlerim, hajtë, të korona denti, e keni parasysh, qysh kemi thanë në se cilën emision, unë mu imi u bo beq që fjallët nuk jalojna, është maj miri për to asë mos keni dilemë, gjithçka që varet për shëndetin normal, si bie fjalla, pa dili, si bie fjalla për dhëm të bukur, ashtu tela për fëmijë me avdrejtu për të rritur, me i pastru, me ngjit implante, venir skrejt çka doket me teknologjinë më të fundit. Po dalim për ditë, po, me sa e di, e Max është ma i miri, e Titane, kështu me radhë, por që ju mundën me shku në Dardani në Prishtinë të korona denti, aty mundën me kryu këto shërbimi për cilat po folim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për korona dentin. Ne shkojmë me Putin e parë publicitare edhe mos u largoni sepse vetëm pak shkurt edhe do folim për temën që kemi pas me jetonin për ato urat, për këto vendkalimet, për këto mbikalimet. Edhe që është e koma? Mos u largo, po të lutem shumë. Që mua tash të lutem unë, mos u largo, po të lutem shumë. Jena me në refren se s'vedina. Dikur ti mu luqe mua, tash të lutem unë. Vlerim. Se që ma kujtoj, kjo kong një moment, edhe nuk është kjo, si me thonë para luftës zytë bëtënore, mas luftës dykon vitër në dheta, është një shqiptare, kënë një kong diçka për Mercedesin edhe e ka logon e Mercedesit i vjerë në gjëks.
edhe kena me gjithë dikon. Mercedesin do të Ja, aja është me Zyber Avdio. Mercedesin do të shes Ja, Zyber Avdio. Mas është Gjezajri Lezi. Dikush për qatyne. Po. Dikush për qatyne, ja, se s'janë qatyne. Ne kemi thonë publiku joni dashur, tash po këthejmi pak të politika, të projekte të cilat na u kam premtu dhe i kemi pa me vizualitet dhe se në vene s'ka nevoj si javë kanë qitë sytë dhe juve. Edhe unë kom thënë jetonit që kam qenë Wuhan edhe kom pas sene mrekullira. Wuhan është një qytet në Kinë edhe kam pas zgjidhje për shembull të plot problemeve që i kemi na këtu, qysh i kam bë atje, pa ata janë kinez edhe që këshirën e materialin edhe do bindeni vetë, çfarë zgjidhje i kam bë edhe një urës për më shku. Tu shkallën lëvizje më të gjatë në botë. Në komplet qytetin. Diçka i vjen që në qatë qytetin Wushan në Kinë, kam pas problem banorët për me shku për një pikës në pikën tjetër se qyteti është koni ndërtu me një kodë, me një manjë. Edhe ta është garë për një pikës me shku me një market, për shumë ka dash njerëz dhe me hecë me unë gjitë në atë kodën deri 1 orë. 4 minuta deri 1 orë për me shku në alë për me bledë, diçka mas në i mullë shu pra poshtë. E ta është ka ngriu që atë shkallën lëvizse, që është këgja e gjatë edhe për 20 minuta për shkon qatë rrugën që ka mbo. Apo flasim për shkallë lëvizëse të qendrave tregtare? Po, qendrave tregtare. Qasisht shkallë lëvizje, po këta ka mbo për komplet qytetin, do me thonë. Si me mrinë ullqen të banesa jote në maje me shkallë elektrike? Bravo, me shkallë lëvizje, si marketi, shtu po, ma e gata mbot në herë që është kriju. Na e kemi jetën që të që për shemëll një rrugë që shkojnë akdenat ka Qairi, edhe kur qysh s'po mujnë me gjithë zidhje, jo do të me i prej lisat, jo do të me mja marrë shpija, dikujna mja prek pa koborë, një shëmpore, për kushton, unë e këmë thonë që në Wuhan dhe e gjithë dhe videon edhe për ato, ka autoban për mi qasi rrugë. Ata që dojnë me shku poshtë anena, me kry punës që jetojnë, lagje hinë qështu. Këta që dojnë me kalu pa o nalë heq këtu, dalin për mi. Tja e pa, do me thonë, me kilometrat e tëra shkallë për me shku në market. Ja kanë bës gjithjen, do më kur donë mi a bës gjithjen, ja banë gjithjen. Me kilometrat e tëra ma kujtej Fadilin një gjatë bukur Kosovari, kur ka shku në Shqipni, që i dhe aja zoja e Shqipnistët, më ka ngez djallin në rërë, më ka bo i tëri rërë, edhe kje Kosovar ka da se merë ke vesh. Edhe jemi dhe vëlla më ka bo tëri rërë për e vërë. Se merë ke vesh, tëri vërë, Unë e di edhe një tjetër. Që që di e ki foren, ta palën se s'ke me te. Ja di ka foren, ja di ka. Unë e kalzoj, badjava se kote kiti. Dhe më në me kalzoj, pëse i stajap, nuk tajap kemi ikin badjava. U idhnu tash. Dhe më thonë një jetën, ne nuk jena në gjendje 4 metra asfalt, Wuhani e ban 40 km urë levise. Se po të qes për temi, a honë që kjo Wuhani që aty ku ka shpërthy pandemia? Së dire ku ka shpërthuj dhe anë. Blerim, interesant. Jo, me qarë, në Wuhan ka shpërthuj, sa atë gjithë shka ba, 22 milion banori ka qyteti, kejtë punojnë. Edhe aj marketi, adi, pësa është qështu e kanë ba? Se s'ka vakt, nuk ka vakt e 4 saat me esë në për Kalablak, tak, në leftë, shkoni mersenet të krejtë shveroni. A e kupton? Edhe për kinë dhe dina. Për kinë, kejtë i di. A ka në zanë gjithë din? Ka. Qa? Belinda Balluku a ka kësi... Priti që këse te e keqë kuptan. Belinda Balluku a ka vila? Po, pasha zotën këta më të thonë dritë është jashtë dhe me dole nërë me këshyra është se nuk kriju zihet besë. Veç më ka dhejnë në shpirt. Pasha 20 Do më kërja kom një me fjalimin. Edhe kukonone. Ja kom një fjalimin. Që shpo dinë be kështë? O nuk di me rejtë. Na nuk vëthojna që ka rejtë. O nuk... O nësë po ta... Absolutisht. Unë po ta për vete. Mu më vjen më të rejtë, ty më vjen more ju pejteje. Mu më vjen more pej vetës. Se s'mëj me mri me dalë më të rejtë ty. A e kuptan në më
Spjego ma pak për publikun tonë, çka ndodhi me kush është Belinda Balluku? Belinda Balluku Kush ka qenë, kush pse? Është fillimisht deputete e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, vjen nga radhët e Partisë Socialiste dhe ka qenë për 6 vite radhazi, mos më kapni për shifra, po zëvendës kryeministra e parë e rrjedhimisht i ka udhëhequr të gjitha proceset e tenderimit në kuptimin jo fizikisht, po që i ka menaxhu tenderat e mëdhaj, edhe Spoku Po, e ka shti në nëhetime, e ka fut në proces hetimor, dhe Spoku ka kërku që fillimisht me shkarku nga opozita e zëvendës kryeministres, por edhe meja marë imunitetin si deputete, sepse në Shqipëni është ndryshe rregullume, deputeti ka imunitet dhe nuk mundet me marë kërkosh pa ja hiq fillimisht imunitetin. Ja kanë heqën imunitetin dhe ka majt i fjallem prime, ka më imunitetin nuk e dija e kanë hiq. Se dijuna e kanë heqë atë. Për që e kanë shkarku nga opozita e zëvendës kryeministres, por kjo është evidente edhe kjo ka kallëzu sepse Spoku të paktë dyshimet fillestare flitet për shuma maramense, apartmente, shtëpia, jahta, bla 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 bla, kejnë në fund procesit derisa kjo të vërtetohet e fajshme, prezumimi pafajësisë. Është aktiv. Lëshua Blerim se fjalimin e ka vajtë mirë, atë që më ka shtiti që është... Melankolik, dy konë brejnë e ka shtiti. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate. Nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por, të gjitha këto, janë pjesë e një gjyqi publik, i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, A me shëve me që shtin gjëna dhe... Jam rritur. Që? Me që shtin mire kite, me shkumim lirë parë të mi ablini apartament edhe një jo. Dhe ndoshta... Të më thonë, unë jetoni kemi thonë, publiki jo një dashur, kemi thonë që politika... Jetësh, dhe që shëtë më bani down. Mire, aja qelëm një go phone, do Blerim. Që se po da jetoni pak Blerim. Që shka po thotë? Vol, që po lidhësh me Beogradin? Belind. Belind. Qa ki shpenzimet shpis, unë e Fadile dhe Blerimit t'i hjekëm. Ama dhe 6 muaj me se te pra. Ju një muaj, 6 muaj. Blerim e hongre, një 40 euro. Qka? Karkalesa? Kan, Blerim? Mobilet i kapi Blerimit. Mobilet për Blerimit? Kakaleca? Jo, Karkalesin s'ta ka... Hajde, së më të... Mshilja. Jo, më nëj salom. Jo, më të rem, jo. Ja, më të rem. Kakaleci se ka hongër onë, salqiqe për dënë. Ja, s'pe hanga me pak. Ja, kakaleci nënë së për oaja. Po të ngec karkaleci. Karkaleci. Jo, karkaleci, kakaleci. Marka. Belin, dhim shumë ke folë, po ne do presim deri sa gjyqit të tregon. Të vërtetën e asaj që a ke... Ne kemi thonë vetëm një diqka që politika të nese jetoni s'len me ongër muti që po du të me bërtit si krejt shqiptarët, politika prodhon veç milionera, hiq me su ka përkry se kur urna. Ja, para me në kështë të abon një pytje. Je, para me ndohë kështë të abon një pytje, shka, a ka nënë si pak ma... Ja, para me ndohë te, që ti ketë... që të pytjen që kështë të abo, është kështo. Njës procesi gjyqësor, kjo vërtetohet që ka palate, ka jahta, ka ase, ka ase. Interneti nuk ka rënë? Po, që shqetohet që kune. Publik i dashur, unë e këm pas një rast, ka pas ndodhë një skandal këtu me një politikan flasë para një, ndoshta 13 viteve, edhe kanë qitë në YouTube atë skandalin, një kanali YouTube-ës me një fasi subscribe, edhe më thëjke, a ka mundësi
me fshin qatë materialin, mu më thërë ka i thajsha piku me fshi dhe ke pi YouTube-it, thësha pse, për ke kanë qitë, se kishte as i din që funksionan, edhe YouTube dhe isha, pa e kanë qitë, po kështë ka qitë, po filam qështu e kishë emnin, po lejmërohet të jadin, a je në shtetë, lejmërohet, po dhe ke, po ma këthen YouTube-ja, po thëtë, kur gjonë s'ka thonë, dhe mund ti në video, ti... Po si konvenej këtë qka ka thonë atëherë? Qka ka pas në dorë, ka pas një sen në dorë, s'ka lidi. A, ka pas një sen në dorë? Në dorë, ka pas një sen. A, dhe tjesë në do sene, o të thejhen në dorë. Jo që ki qepë. Thejhen. Thejhen në dorë, avla, thejhen në dorë. Unë po ju them, edhe kam thonë, krejt këna me prit në rend, për më u bohorë. Ja, pasha, kam që ta kom thonë. E ke thonë ti, po që pet, du me të përvecu, bë? A, në kush zjomën? A, më fala, ti je këto? Pale. Okej. Jetoni ka thonë, kejt këna me prit në rend, e më u bohorë. Dikush ma përpora, dikush ma... Që shqyrim ma kapë. Jo, ta kapi o në hëporën, ka mundësi mis, jo, jetën, më si nalë sa në gjistë, kapi, kanë me kapë. Që ato që kom thonë, po dhe po forën. Po këqyrim ma kapë, avlen. Po këqyrim natë një kapë, një gjithë. Po këqyrim një kapë, dhe në emisionin fillim mu ishi me gjetat pytjen që e kena bëhatje, kush, shka janë ata në mërë. Mu ishi me lidhën. Shumë po më intereson, a muni me gjetë kush kanë, shka, qysh dhe pse. Jetën, presidentja jonë, në Republikës së Macedonisë, ka shku një ditë minëzirë do pare. Po para se me shku me atë material, na po shkujna njënë që ka shku në Shqipëri, janë Kosovë ka shku me taksin. Ja, në Shqipëni, një ministre që është bo Rishtazi. Kësi fore fillimit. Rishtazi në qeverin e Rishtazi të Shqipëris. Do nëse dhe qeveria është Rishtazi? Ja, është riformatu. Rishtazi ka dikush? është rishtizu. Është rishtizu. Pa. Edhe kjo Rishtaz si ministre ka deshtë me kalëzu me bak fore, me shku me taksi. A mo kjo vjen me taksi, po kur del me atyjet, del me jahtë në për asfalt. Këshire? Këshire vlerë. Ka mbërritur edhe ministra e re e shtetit për marrëdhënien me parlamentin, e cila vlet theksohet aktualisht po vjen me taksi ndryshen nga ministrat e tjerë, të cilët u drejtua në ambjendeve të brendshme të pallatit të brigadave me, le të themi, eskort apo trup shoqëruese. Bëhet fjalë për zonjën Eriona Ismaili. Eriona, shumë fort ekipi PR-in. PR-i e kam shi ka thonë masijeri dhe ka pas kënena do biseda për këto ministret e për këto senët. Ti ditën e parë të presidenti shkon me, ose presidenti shkon me taksi. Po s'ka lidhje ku shkon, dikon me takim shkon me taksi. Edhe e ka qitë këtë kamermanin ka rritë qëtu si stash vijon. Po, edhe te e bën lajmë edhe kjo bëhet het. Ama kjo nesër mas nesër. Kjo nesër mas nesër ta blen jahtën, e une e thash del me jahtë pe atyhit. Une thash në kuptimin që e di që jahta nuk jesë në asfalt, po... Këta e bajnë. Boba e bën. E bën. Politika jonë ka ban veç jahtë dhe milionera. E kur ashtë fjallet të presidentin, na e kena presidentën tonë, që edhe ligjerisht edhe shumë ashtë e fuqishme këtu të ne, videon që do e lëshojna ka ban bujë në rjetë se ashtë ndalë të një aparat i bankës, minëzirë do pare kesh i kam lujë grosë. Po. Shka ka problem që të? Jo, mu bile për kunder asaj më pëlqeu. Po jesë që qysh e kom analizu prime e kam jetën, për që ta pëllëshon e material në lëshush. Ja lëshush, para me ndëm një avon karticën, që? A vedin, ja jeb karticën... Jo, vlerim pa, vedin, ta shka lidhë pësa presidentin, nuk mund mi thonë atina njeri të rëprujës, atina merë qëta dhe 99336, aja fotografon karticën të në vishë blenë online në temo qanë. Të ble. Pse bojnë të madhe, edhe kërë e pashë të bank petrolin për e me që shikini ponën me naftë? Po jo, kështu menu presidentja me që ka një që përshtrejtuat nofti, më s'ka blene e vërë. Alo? Nuk ka jemi, aja është
Më falni, publik, e kom kallëz opinjen e presidentës. Mos bëj gore. Po, ama gabimisht. Hajde, Belerim, e bojna pip-pip tani në reprizë. Hajde. Masi e kena nga tërë opinjen që të meremi me presidentën, do të me shku pak me këshërë, do të me shku me Ja, dhe qëta dhe sa, nuk e di që a kësha dhonë ishtë mja këshyrë presidentës. Sa i ka mrena? Sa i ka mrena. Na të shkojna me këta që na ndihmojnë, na sponsorizojnë, e mbajnë televizionin gjallë tani presidentës, ja bëjmë gajlen mas... Po pja këshyrëm tani që ato në shifrat. Po, masin të këshyrën e shifrat tona. Hajde, hajde. Ata relaksojmë pak, se prime e kam, ja presidentja, ja po vjedhin, ja zvjedhin, ja baluku, ja gjbaluku, jo Irani... Krejtë rrena e nkona ato që këna full dhe ishtash. Asë një politikan nuk vjedh, heq. Këtë kena këna rajt, që këtë Fadili ka rajt me mu, në më thonë, kena rajt se ata bubresin nuk ta shkip. Unë jam rëndës, unë jam dollavergji, ata shumë. Ko politikan që vjedh, po vëqin na jem shpirtëzi, e s'jam dojmë të miren. Edhe nuk po mujna na me konë në tyne. Corruption, që dhe kaj? Korupcioni dhe kja është i keq. Not good. Nësa s'jam unë pjesë e korupcionit. Por jam unë e pjesë e korupcionit, dhe mbroj me jetën time. Absolutisht, absolutisht. Gjibilë. Kështu që publik i dashur, shkojna pak me natyren, me njerëzoren, me kafshën, një macë në Turqi. Shkojnë të njënë e prej, këtë i thëtë mirë dita, pa me dhënë me hongër, që lë shohë, blerim. Ja lip shpirë dhe sa. Qa? O t'i aram. A ka mundësi që të... Qëre, materialin e këna përzgjellë, për të vetëmin qëllim edhe për spjegoj për qëllim. Nëse din me lyp bukën, mirë, nëse din me lyp të mirat e njerëzve që u rrethojnë, nëse din me qenë bashkëpunus, me qenë i këndshëm, mund është me hangër edhe ti një copë bukë, pa punuj, se s'punë moca, dhe si dur t'i kapis më gjitë. Mira veç shreban edhe se po kemi nevoj me qartësu që nuk marrëm video që jenë të inxinjerume nga inteligenca artificiale. Kjo është video reale që ka ndodhë edhe moca e këndra. Moca e Stambollit të vlerim, jam e kone kulturu, atë 6 milion njerëz i kalojnë, para menda, a i ke po dë mocët të nënë qarëshishka të bojnë. Trishtojnë, dual nuk e dina, a jenë kopë zoologika. Adila, a ke po në senset ka ra me shetit edhe blerim, ju ka ra me shetit, a i keni po omër në përdyja edhe plumat i kanë qetë. S'kanë stres. Pasha besën, më nësh mishkel, të hecë pahirin, kuptime. Po, nuk i shek kalalak. Ko, më në mishkel plumat e na, po. Po pse këqyrë plumin më të nëzirë synin? Të na plumin këqyrë synin me të nëzirë, do më të rejnë 400 metra larë edhe këqyrë më si jetë të desh me jabon në i mashtrim. Ka paqë synit këqyrë. Të i vëshu valej pluma më. Ama e këva që kanë mësu, ata e marrin i qesin bukën, veraj plake, atë gjithë ditë dhe gati e qëtë. Normal që të ne a i socializohet, jo mërë socialist, jo, po njerizohet. Shkojna me... Po, blerim, na po shkojna... A po shkojna me marketing, a po shkojna me rrjetet sociale, ta shkallëzëm ti që shdush. A e banëm dy reza, blerim, se s'me jam të marrvesh, ma se di ku jam. A e, këna boti, okej. Me që rëvdofi... Që bije pjalla. Rrjetet tona sociale janë Alsat.mk në Facebook, televizioni Alsat M në YouTube, shkoni e vënë atje, subscribe, që ku... Që shqipjen? Që shtu? Që trëk, qërë? Mbrapsh ma qëtë. Subscribe! Jetën jena edhe në TikTok. Edhe në Facebook, edhe në Instagram, edhe se cilë në rrjetë social, me që mi kesha, me ju duam fort, ju dëshirojmë një dit të mirë të agjerimit, të letë. Nato. Shihemi në emisionin e radhës. Faleminderit shumë për krejt. Çka bëni e që na shikoni, e na shkruani, na komentoni. Ju jemi mirë një asë pa fund. Faleminderit shumë. Respekt, shihemi në emisionin e 108 me kismet. Kadar. Avash. Natën e mirë.